këtu në studio dhe kemi musafirin e rëndësishëm, që është doktore, kemi lajmëruar në portalet tona edhe do të kemi një bisedë shumë të mirë me tush. Mirëmbrëma Alush, mirëmbrëma dëgjues të Alinjës dhe ju që po na ndeshni përmes rrjetit, por që na shikoni në Facebook me programin live me musafirin tonë këtu në studio. Ishte një ditë e ngarkuar me Alush, po tash e ke marrë doktorin pak me na qetësu edhe me na atu neve spari, e gjithë ata që kanë nevojë për këshilla prej mjekëve tanë shqiptar që i kemi të mrekullueshëm, gjitha ne të Norvegjisë, kështu që mirë se erdhe në programin ton doktor Enver. Faleminderit, mirë se u gjej. Kjo kënaqësia që Enver e kemi, do të thonë tash në dispozicion, sepse kemi pas herën e parë edhe atëherë me gjitha ato studimet e specializimet që ka pas ngarkesë, plus puna tash po më duket pak ma e nara atu tash. Shkollimin e ke kryer, a do me vazhdu hala, se s'di akoma. Po, kam mbet edhe pak, po mirë është. Në realitet kemi ka përfundimin. Kemi edhe ngarkuar pak se vjen prej një seminari që ka ndodhur në Oslo, ka qenë për 2 ditë. Po mirë, doktor Enver Bislimi këtu sonte me ne, onkolog Enver. Sot ishte një ditë me vap, nxehtë e mirë edhe e kemi për shembull, sidomos në Norvegji këtu është poleni, alergjia, që shumica i pengon, kanë dikuj na vjen më abon, dikush e ka. Tregona pak që çka është puna e polenit, ose çka është poleni. Po, spari ju falenderoj për ftesën, i përshëndes edhe gjithë teleshikuesit. Ka qenë një ditë e mirë, realisht kanë qenë shumë ditë mira, që është zërë nështë ta mi mbajnë ma në Norvegji kështu son nxehtë në prill. Smundjet alergjike janë smundje ku sistemi imunitar reagon ma shumë se çdo ndaj një alergjeni të caktuar i cili nuk është i rrezikshëm për trupin e njerit. E një alergjen i tillë është edhe poleni, për shembull poleni prej barit, ose edhe plonat e ndryshme në shtëpi, plonat e ndryshme që vijnë prej animangave, vetë ushqimet me disa lloje të ndryshme, domethënë përmbajtjeve, siç janë për shembull këtu kikirikat, çokoladat, vetë qumshti, kanë përbërës të ndryshëm, të cilat në disa organizme nuk tolerohen siç duhet. Dhe sistemi imun në thojza i çrregull, në këtë aspekt e shes si një antigjen, domethënë e shes si një diçka të huaj, edhe reagon më shumë se ç'duhet ndaj këtij lloj kërcënimi në thojza. Në realitet nuk është kërcënim, sepse poleni nuk është i rrezikshëm, mirë po sistemi imunitar e shesin një diçka të tillë dhe reagon më shumë se ç'duhet duke tentuar me shkatërrua ata. Tash ky reagim i tepërt i sistemit imun ndaj polenit apo dhe agjensëve ndryshëm e bën që me pas disa lloje simptoma. Këto simptoma fillimisht fillojnë në një lokale, po mund edhe mu generalizu në trupin e njerit. Simptomat lokale mund me fillu zakonisht në hund, mukozat e hundëve, qoftë edhe në palpebrat e syve, ku janë disa simptoma në formë të eritemës kuqes, për shembull, të krurjes, sekret ma i shtum në hund, ose edhe skuqje, krurje dhe sekretim, domethënë i shtum prej asaj gjandrës që është dhe përgjegjëse për lot. Në këtë rast janë këto disa prej simptomave në të cilat njëri duhet me dyshu që është për shkak të alergjenit, sidomos nëse këto përsëritën kohën e pranverës, edhe kur njëri është i ekspozuar ndaj polenit, atëherë këshilloj me pas një parasysh dhe me pas një kontakt me fillimisht me mjekun familjar për me ardhur deri te diagnostikimi i saktë. Po doktor, tash këto alergjit nga alergjenet e ndryshme kanë filluar të bën pak më të forta, më të shpeshta. Do të thotë që imuniteti i njerit është më i dobët, apo se do shta dhe nuk kem di shumë për këto alergji, tash i kemi kuptuar, edhe këto në Norvegji na kemi shumë adrurin björk, nuk di si e të shqip. Aja është goxha ekspozues, me kemi gati në çdo lagje, çdo rrugë, çdo bashki, këto lokale ku banojmë, edhe çdo i tretë ankohet nga kjo. Në realitet, gjelbrimi në Norvegji ka qenë edhe më i madh më herët, tash ka filluar më ndërtu, më industrializu më shumë. Mirë po, këtu aspekti është pak gjenetik, domethënë ose një pjesë gjenetike me predispozicion gjenetik, edhe pjesa tjetër është që mund më fitu gjatë jetës.
për shkak të industrializimit tepër, domethënë që është ndodhur në botë, edhe kjo quhet problemi i profesionit. Këtë rast për shembull ata që janë të ekspozuar edhe punojnë me alumin, për shembull, ka mundësi që i fitojnë disa ndër të tjera dhe astmën, që është e fituar, atë bukpjekësit për shembull që janë me agjencë ndryshëm, ata që punojnë në spital, personeli shëndetësor, ku ka kontakt me lateksin, lateksi është një përbërës që është i rëndësishëm për prodhimin e dorëzave, për shembull që njeriu i shërben për me kontrollu pacientin, ose edhe për, domethënë me rujt pacientin mos mu infektu, mos mu abort bakteret. Po ashtu edhe te floktar, domethënë te ata frizerat për shembull, këto janë më shumë diçka e profesionit, edhe për ata astma apo edhe smundje tjera alergjike kanë ardhur duke u shtuar numri tyne për shkak se njerëzit kanë filluar me punu më shumë me industri. Kjo është e para, e dyta edhe diagnostikimi është shumë më i mirë në kohën moderne, sodit se sa më herët, ka mujt dikush me pas astmën, ka mujt me pas smundje të ndryshme alergjike në atë kohë, cilat ndoshta s'kan qenë hiç zbulume, po edhe ka mundësi që nuk i ka kushtuar shumë rëndësi qysh i kushtohet sot rëndësi edhe qysh, domethënë për shkak disa simptoma sot kontaktohet mjeku me njerë, në atë kohë qasja në shërbim shëndetësor ka qenë më vështirë. Por e se ke këtë finalitet puna e rritjes punës industriale dhe shumicat e punëtorëve sot janë të ekspozu. Ne shohim shumë herë se flitet për e kanë të shumirëve gjas OMS, domethënë kjo mbrojtja e shëndetit, mjedisit dhe sigurisë të punëtorit, po ashtu edhe aty rrethet të ku punon. A janë në gjendje që sot këto kompanitë që ofrojnë mundësinë që të mbrohen, ta kenë atë kurën mbrojtëse para se me kalu medikamente edhe fillimin e terapive pastaj? Po është shumë e rëndësishme që punëtorët që punojnë nëpër firma ndryshme, sidomos në firma industriale, me lexu vetë, tash është koha kur njëri mund me lexu vetë edhe me ditë se në çka duhet mu mbrojt vetë njeriu. Para se gjithashtu para se me ardhë deri te aspekti pse shefi apo drejtori duhet domethënë mu kujdes për punëtorët, njeriu është edhe vetë, duhet me qenë edhe vetë i vetëdijshëm që me di se çka e dëmton. Ndoshta kjo puna si saldus për shembull, i shkakton një smundje edhe cilat janë masa mbrojtëse për to. Ose puna me punu me lateks, për shembull, ku janë të ekspozuar, domethënë punëtor shëndetësor apo bukpjekësit, apo kjo është krejt diçka që është detyrë e përgjegjësit, domethënë apo e drejtorit apo e personit që e zotron atë firmë. Mirë po edhe njeriu vetë duhet më kujdes me marrë masa mbrojtëse që mos marrë deri te ekspozimi i ndaj këtyre agjencëve që me një farë mënyrë shkaktojnë smundjet alergjike. Po nuk është vetëm për smundje alergjike, më e keqe është edhe për smundje më të rënda të profesionit të cilën unë merrem, njeriu duhet me qenë përgjegjës vetë që mi shmang këtu. Nëse është e mundshme edhe më larg presë. Doktor, kur duhet ne shqetësohemi, kur e shohim se i ka kalu gjitha Covid, nuk ndihmon ajo, nuk ndihmon kjo, edhe atëherë lind një preokupim tjetër psikologjik tek njeriu. Nga njerë njeri kur është i ri nuk e kupton sa shumë punon edhe nuk është i kujdesshëm përderisa nuk ka simptoma, nuk ka smundje ndryshme, nuk është i kujdesshëm u rujt prej agjencëve ndryshëm. Mirë po me fillimin e simptomave është me një farë mënyrë edhe trupi njeriut nis më tregu në mënyrë indirekte që boll është boll. Norvegjasët e përdorin nok ar nok, domethënë edhe atëherë dush mu fillu më kujdes vetë për veten tënde me këshyr orarin e punës sa po punon, sa je i angazhuar në punë, sa je i angazhuar në aktivitete cilat janë dobishme për shëndetin e njerit, qoftë fizike, sportive kështu. Edhe sa e kontrollon ushqimin, sa i kontrollon domethënë substancat të cilat janë dëmshme për trupin e njerit. Në këtë rast kjo është një lloj sinjali që njeriu e bën me mendu. Mirë po, siç thash edhe më herët, është më mirë që njeriu vetë para se me fillu një punë ta kontrolloj nëse ka ndaj agjencë e cila dëmton shëndetin e tij. Ndoshta agjenci nuk e dëmton brenda ditës, javës apo muajit, mirë po me kalimin e viteve mundet me ardhur deri te ndryshimi i qelizave, të cilat mund me marrë veti ndryshme që më në fund me sjellë edhe një lloj problemi shëndetësor. Mund bëhen kronike këto? Po, patjetër.
Është një pyetje sa i përket për shembull alergjive, sidomos tash polenit që është sezona e asaj, dikush e ka si vogël tu rrit, dikujt i shfaqet më vonë. Po. Pse? Po këto mundet me qenë e lindur, si thash gjenetike, me predispozicion gjenetik, po mundet me qenë edhe e fituar më vonë. Për shembull te rasti i polenit, i alergjive, apo edhe te rasti i astmës, deri një pjesë shumë e madhe, domethënë mund me lind me këtë problem. Edhe nëse një prind për shembull e ka këtë problem, mundësia që mu shfaq te fëmia është 3 deri në 4 herë më e madhe. Po nëse të dy prind e kanë, atë mundësia mu shfaq është 7 herë më e madhe, domethënë te fëmia që lind, për shkak të predispozitave gjenetike. Por mundet me qenë edhe e fitume, për shkak, siç i përmendëm më herët, te rasti i faktorëve ndryshëm që e rrethojnë, domethënë të ambienti që e rrethon njeriun, qoftë ambienti në punë, qoftë ambienti, domethënë familjar, qoftë ambiente ndryshme sportive. Në këtë rast mujna me nda këto si problem gjenetik edhe si problem i fituar. Mund të shërohet astma, apo duhet vetëm se të kurohet mbahet në kontroll me medikamente? Astma është një smundje kronike e cila nuk shërohet, mirë po mbahet në kontroll me ilaçe ndryshme. Ma e mira e asaj është që me gjetë faktorin i cili e provokon, domethënë këtë reakcion në traktin e frymarrjes, domethënë rrugët e frymarrjes në bronkiole, edhe me largu atë agjens. Mirë po kjo është thujse pamundshme, sepse agjens janë ndryshëm, qoftë agjens infeksioz që na jemi të rrethuar gjatë kohës, qoftë bakterior me bakteri atipike, sidomos te fëmia, që janë ato që quhen klamidia, apo mikoplazma, apo hemofilus. Po ka dhe virus, për shembull virusi influenza, virusi respirator sincicial, Covidi që provokojnë astmën, siç e provokojnë edhe smundjen kronike obstruktive të mushkërive kolsin, që është shumë i njohur. Domethënë, është problem nëse mujna me thonë kështu që mu shëru astma, mirë po qëllimi kryesor është me mbajtë në kontroll, qoftë përmes ilaçeve ndryshme, qoftë të shmang këta agjense të cilat të provokojnë një reakcion të tillë. Këtë personave sportiv mund të them ato që janë pak malitare dhe në realitet kanë astmën. Po. Ai ndalon, ai kufizon në realitet në aktivitetet e tyre? Po, i kufizon, mirë po janë disa ilaçe ndryshme me kortikosteroid, me steroide, domethënë, të cilat përdoren afatgjatë si inhalacione, edhe në këtë rast ata me një farë mënyrë e mbajnë në kontroll astmën me steroidet që e ndalin inflamacionin, domethënë edhe në këtë rast nuk provokohet një kësaj lloj inflamacion, por nuk do të thonë që kjo gjatë gjithë kohës mbetet në kontroll, edhe nuk është mirë që gjatë gjithë kohës me përdor këto ilaçe, këto kortikosteroide, sidomos nëse janë në formë tableta për shkak probleme ndryshme që mund me sjell, si rritja e sheqerit në gjak, problemet me luktë, ku në këtë rast duhet edhe me përdor ato që quhen PPI, domethënë ilaçe si omeprazoli, pantoprazoli apo edhe esomeprazoli. Po në kohë afatgjate edhe nëse astma është e rrezikshme, edhe përdoret steroide, domethënë këto kortizoni më shumë se 20 mg, këto raste është mirë që njeriu më përdor edhe një antibiotik, veç një tabletë ditë që quhet Bactrim, që me parandalu zhvillimin e një infeksioni që është shumë i rrezikshëm, që mundet më bën mushkëri për shkak të përdorimit afatgjatë të steroide. Ajo quhet, ai infeksion quhet pneumocistis jeroviki, është infeksion shumë i rrezikshëm, ku mas miri është kur njeriu përdor në mënyrë afatgjate antiinflamator në formë prednisolonit, domethënë steroide, në këtë rast është mirë që me përdor edhe çat tabletë që me parandalu zhvillimin e këtij lloj bakteri, që më shumë ka natyrë cop infeksionit. Sa i përket kushteve klimatike, ndikojnë tek personat me sëmundjen, se kjo tash është sëmundje, në atë kornizën e sëmundjeve, astma, edhe sa ndikon kushtet klimatike në energji, dim se me kemi kushte me temperatura shumë tulta. Tash po e shijojmë këto ditë verore, mund të pranverës, por kemi mjegull, kemi dita cari këtu. Sa ndikon kjo në atë aspektin negativ tek? Po ndikon negativisht, sidomos ftofti mund me provoku zhvillimin e astmës edhe mjegulla, edhe për këtë arsye më shumë rastet me
do të thonë me astmë apo me astmë anfal që i thonë, to ndodhin më shumë në kohën e vjeshtës dhe në pranverës, do të thonë që mirë po janë pak më të rralla në kohën e verës. Do të thonë këtu e provokojnë një reagim astmatik. E po mirë kjo, ka dale, për që ato e kemi mjekun këtu dhe do të mësohemi për shumë sene, edhe se do shta të lexojmë ma shumë e me ditë ma shumë për shembull se është për neve, për shëndetin tonë. Folim pak edhe për shokun alergjik, do me thonë është jo shok, se vetë fjala që përmbahet si na shqip që kena shoku jam, jo, po shoku alergjik, çka është shoku alergjik? Shoku alergjik është, do me thonë, një reakcion i sistemit imunitar ndaj një alergjeni caktuar, ku formohet një kaskadë në aspektin e mekanizmit, ndoshta nuk i intereson shumë shikuesve, mirë po në këtë rast mund me fillu për shembull me një piskim blete, apo mund me fillu me një përdorim të një antibiotikit caktuar, më shumë ka qenë e zakonshme me penicilinat. Në këtë rast ndodh që antibiotiki apo përbërësi i bletës kontakton me ato që quhen imunoglobulina, do të thonë antishtok që është përgjegjës për raste alergjike, dhe këto masanej kontaktojnë me ato qelizat që janë përgjegjëse për një kaskadë reakcione që quhen mastocita dhe i lirojnë disa histamina pak me do të thonë mos zgjat shumë në aspektin e mekanizmit. Çka ndryshon këtu, nëse sistemi imunitar reagon më shumë se çdo edhe nuk e mban situatën në kontroll, në këtë rast formohet një kaskadë reakcione në cilat fillon me ra tensioni, do të thonë zgjerohet botni vazodilatim i anëve gjakut, zgjerohen anë të gjakut, rrjedh tashti langu prej anëve gjakut, nindin jashtë anëve gjakut, bjen tensioni i gjakut, fillon kokdhëmbje, po ashtu ndryshime në lëkurë, ajtje, kështu me radhë, po ashtu probleme edhe me frymarrje, do të thonë obstruktivitet në frymarrje, ndëgjohen ato që quhen frymarrjet do të thonë pipelyder, ato që janë frymarrjet për shkak të ngushtimit. Edhe kjo është një urgjencë në cilën çdo person që fillon me pas kësi lloj shenjash, do të automatikisht me kontaktu ambulancën që me fillu trajtimi. Nëse kjo fillon qaq shpejt sa që njeriu duhet me kanë, do të thonë, i nevojshëm për oksigjen, do të më jap sparje oksigjen. Nëse është në qasje për me marrë edhe kortikosteroid, për shembull prednisolon që përmend më herët, është mirë sa më herët me marrë, mirë që reakcioni mund ndalu sa më herët, se reakcioni i trupit, do të thonë mund ndalu sa më herët që është e mundshme. Po nëse edhe këtu nuk kanë dobi, do të thonë po flasim krejt para se marrë deri te spitali apo te qasja në shërbim shëndetësor, nëse edhe këto nuk kanë ndaj dobi, atëherë mbetet edhe adrenalina me përdorë, e cila i ngushton anë të gjakut edhe tensioni fillon mu ngrit, kështu fillon trupi do të thonë me funksionu më mirë. Po kjo është veç e përkohshme, ndërsa problemin duhet me eliminu qoftë përmes kortikosteroidëve, do të thonë që me nal inflamacionin, po mund më përdorë edhe antihistaminik, ato që quhen janë desloratidin, loratidin, cetirizin, këto që përdoren, po e fundit është adrenalina që nëse e shes që tensioni po bjen, po fillon njeriu mu mavjoz për shkak mungesës oksigjenit, obstruktivitetin frymarrje, do të thonë saturimi bjen, atëherë në këtë rast është adrenalina edhe pacienti duhet të më orientu prej emergjencës për overwalking, ato do të thonë për një mbikëqyrje më të rreptë ose edhe në intenziv. Kjo është para se më ardh deri te shoku krejt që ndodh. Kjo mund me ndodh edhe te reagimi në kontrast, për shembull kur njeriu ka me marrë një CT, për shembull, do të thonë me bën një CT, e përdor kontrast, mund me pas edhe kësi lloj alergjiku. Nëse edhe këto s'kan efekt, atëherë duhet me fillu me reanimim, do të thonë ajo që quhet HLR, nëse pacienti është adekuat për reanimim, do të thonë nëse s'ka disa faktorë që thonë që s'ki nevojë me reanimu, se pacienti është shumë i vjetër, ka smundje shoqëruese, jetësia e tij është shumë e shkurtë, në këtë rast mjeku e vlerëson a fillon njeriu me reanimim ajo, po ky vlerësim do të mund me ndodh shumë më herët paraprakisht nëse pacienti ka qenë në spital, se ti
su në vlerëson pacientit aty për ato në gjendje edhe nuk i nashta asaj qasin në informacion. Nga këto ndodhi që i ka ndodhur njeriu domthon jetën e përditshme, kjo domthon arritje goxha e madhe në mjeksi e ka ndihmuar mendoj sot pacientin e ditës sotshme me këto domthon sidomos edhe nga alergjitë, për shkak se sot tash e dimi kemi shumë prej tyre që i bartin ato me veti, se e din për shembull se janë edhe kronik, edhe parashikojnë motin, do duhet patjetër të kenë me veti ato, nuk ka edhe patjetër të jenë varën gjithë një prej mjekut. Derisa ato i kanë marrë ato apo dikush ka edhe ndoshta edhe me shem ato barën aty merr edhe din si ti përdor. Po ne nuk e cekëm për të fëmijët. Çka duhet prind të jenë më të kujdesshëm kur fëmijët i kemi na me këtë alergji. Ato nuk dinë shumë sikur një rritur. A kanë përgjegjësi prindër që të kujdesen pak më ose ta marrin këtë punë pak më seriozisht, sidomos ndaj fëmijëve të se kemi fëmijë që nuk dinë të tregojnë shumë. Nuk dinë se kur mundet për shembull mbetet edhe pa oksigjen. Pyetje shumë e vënë te fëmijët të cilët nuk janë gatshëm u kujdes për veten e vet, domethënë fëmijë vegjël. E para që ja preferoj është prindi mos me pi duhan kur i njëjtën vend, domethënë njëjtën në dhumë, për shkak se kjo mund me provoku një reakcion alergjik, sidomos te fëmija që janë me astmë. Po ashtu ja preferoj që përderisa fëmija nuk është i vetëdijshëm se duhet për smundjen e vet, edhe nuk ka mundësi me pas qasje në ilaçe, dhe zakonisht nuk i lejohet me pas qasje në ilaçe fëmijëve, për shkak se nuk janë domethënë aq trajnuar për atë punë. Ja preferoj që fëmija me fjet në dhomën e prindit, domethënë deri me një moshë caktuar, për shkak se mundet me pas një kësi lloj reaksioni edhe fëmija mos me pas mundësi me kontaktu prindin, edhe në këtë rast me ra deri te saturimi, domethënë oksigjenimi në gjak, mes të tjera domethënë këtë reaksion, edhe mundet edhe me vdek fëmija, ndërsa prindit nuk janë të vetëdijshëm për këtë punë. Po ashtu si mos parandaluese fillimisht vetë nana si gjatë shtatzanisë, po edhe pas shtatzanisë, ja preferoj mos me pi duhan për shkak se 25% raste me astmë e shkaktohen sipas disa studime për shkak të pirjes duhanit në anët gjatë shtatzanisë. Mirë po mund me provoku edhe pas shtatzanisë. Po ashtu ja preferoj që sa më gjatë që është e mundshme fëmija me pas qasjen qumshtin e nanës, domethënë gjithanja me vazhdu të faktën deri në 2 vjet, sepse kjo është parandalesë për zhvillimin e shumë problemeve alergjike, mes të tjerave dhe astmës. Po ashtu ajo që ja preferoj është që vetë prindrit me pas një trajnim prej mjekut familjar se çka me bën nëse ndodh një sulm astmatik te fëmija e tyre, si me reagu, me pas një trajnim se cilat ilaçe mi përdor, qysh me pas qasjen oksigjen, domethënë me pas aparatin e oksigjenit në shtëpi, mi pas edhe ilaçet e tjera, domethënë qoftë këtu antihistaminik që i përmena, po edhe mi pas domethënë steroide, domethënë në formë të inhalacionit. Edhe mu konsultu, domethënë me kontaktu nëse ndodh një sulm astmatik, me kontaktu me ambulancën, domethënë nëse ndihen pasigurt se çka. Po kjo është varësisht prej domethënë sulmit astmatik, a është i fuqishëm apo është më i dobët. Disa raste të pacientëve fëmijëve që janë me astmë, zakonisht nuk kanë sulme të theksuara astmatike, mirë po nëse fillon një infeksion viral për shembull, njeriu gjatë ditës e shes që fëmija ka temperaturë, ka fillu domethënë obstruktivitet në rrugët e frymarrjes, atëherë gjithçysh që prindi me ka një kujdesshëm sepse pritet që mu përkesu kjo, po se kjo është një provokim i virusit ndaj vetë astmës. Se përket realitet tash në jetën e përditshme na shohim njerëzit ndoshta edhe nga dielli i fortë ose nga temperaturat e ulta, bie njerëz aty kudo dhe tu t'i ofrohet ndihma, t'i jepet një ndihmë domethënë e parë. A kanë këto persona me smundje kronike do një shenjë që duhet ta kontrollojmë ne para se të fillojmë bëjmë ndoshta reanimim, hoeler për aty, apo që sa të pak të bazohet njeriu se çka do të bëjmë me atë person. Ne kemi edhe këta me smundje sheqerit, po epilepsinë, gjithë këto smundje, për shembull që shumica tash
e njerëzimit, vetëm se i ka mësu nga jeta e përditshme, nga kurset e ndryshme në shkolla, por për në atë koidencë, më thonë që jemi në program të radiolinjës edhe jeni mjek që i takoni, më thonë gjithë ka njerëz me gjithë këto vështirësi që i kanë jetë, çka duhet ne ndihmojmë si njerëz të thjeshtë, njerëz civil, për shembull që mund ndodh këtë qendër të madhe, kemi 200 nxënës ato dhe ndodh një rast, çka duhet jemi na më të kujdesshëm. Derisa na kërkojnë shpesh të dim për shkak se ju servojmë ushqim, edhe pyesim në bazë të atij formulari që ja dërgojmë çdo familjari për alergjitë. Domthonë mos kemi fëmijë që kanë alergji, që ta dim, ti mbrojmë nga qumshti, apo nga ato frutet e thata që i ka që i përmbajtje, gluteni, laktoza, kështu me radhë. Sporti të aspekti reanimimit nuk është si fazë fillestare kur shën një person që ka një kësi lloj sulmi alergjik, me fillu me njerë me reanimim. Përderisa personi është, domethënë, gjallë, edhe merr frymë, edhe është, domethënë, i vetëdijshëm ato që ka ndodhur përreth, nuk fillon me reanimim sepse kjo i shkakton probleme atij. Mes të tjerash edhe thyrje të brive, kjo nuk është e lejuar, domethënë duhet me kanë njëri kohë shumë i trajtuar për këtë aspekt para se me fillu me reanimim. Mirë po, te rastet për shembull në për shkolla apo këto në qerdhe që janë fëmija, në këto raste personeli duhet me pas paktën një herë në vit një kurs se si me reagu të rastet kur fëmija domethënë ka me pas një kësi lloj sulmi astmatik. Të rastet e epilepsive që përmendet, e sulmi epileptik, zakonisht që mund me ndodhë të fëmijët po dhe të rritnit, atëherë është sulmi epileptik që shihet se si ndodh. Në këtë rast deri sot kalon sulmi epileptik nuk ka shumë masa që merren ndaj pacientit, po nëse qëllon personel mjekësor që ka qasje një ilaçe, domethënë, në këtë rast është mirë me fillu me benzodiazepina, domethënë ato që quhet stesolidi në Norvegji apo diazepamit në Kosovë që është i njoftën. Edhe kjo domethënë e bllokon apo e stopon sulmin epileptik, po kjo është përgjegjëse për domethënë për personelin mjekësor më jep atë injeksion. Por ndryshe janë ato nëse fëmia apo i rritni është në gjendje shumë serioze, të një shok domethënë alergjik mes të tjera, këtë rast janë ato ABCDE kriterjet që njeriu i mëson edhe kur e merr domethënë patentën e shoferit, edhe mi siguru traktën e frymarrjes me këshyrë si po merr frymë, a ka diçka që i pengon, domethënë diçka që i pengon traktën me marr frymë, ka ndonjë domethënë ushqim apo diçka që ka mbet, po që ka blloku, pastaj fillon me traktin, domethënë fillon me aspektin kardiovaskular të zemrës edhe të anëve të gjakut, e shqiqon domethënë barkun, pastaj i shqiqon edhe pupillat e syve, a ka reakcion dritë. Kto janë më shumë për personelin shëndetësor, mirë po është mirë që edhe njerëzit e thjeshtë me pas qasje më shumë. Tash normal është qasja në informacion më e lehtë, edhe prindërit sidomos në Norvegji e din saktësisht se çka me bëu nëse fillon një sulm astmatik. Panik nuk lejohet. Bravo. Kjo është ajo që ne duhet kemi kujdesshëm. Do të thonë krejt Enveri që po tregon krejt kohën është shumë mirë, se derisa nuk vjen taj momentin as nuk i dim këto qyshqunas, këto fjalitë, këto senet, mirë po kur ndodh atëherë i mësojmë krejt. Mirë është me ditë para se me ndodh për shembull se nesër mund me ndodhë ty edhe mua dhe gjithëve. Po kthehem pak te profesioni, doktor është doktor i onkologjisë. Çfarë është onkologjia? Çfarë përfshin onkologjia? Onkologjia është një degë, domethënë, e cila merret me trajtimin me diagnostikimin dhe trajtimin e smundjeve kanceroze. Qofshin ato, domethënë, smundje kanceroze të organeve ndryshme. Deri ne thamë edhe për fillim programit se do të interesohemi ta pyesim doktorin edhe rreth arritjeve teknologjike, tash përdorimi AI-s, përdorimi robotik dhe përdorimi genetik mund të them në raste të ndryshme të kurimit. Sa keni ju nga këto, domethënë, teknologji në spitalin tuaj ku jeni këtu në Fredriksstad, që edhe i keni në përdorim? Po.
Spitali në Kalnes është njëri prej spitaleve më të reja dhe më të mëdha në Norvegji, ku janë të punësuar rreth 7.000 persona. Është spital modern, po nuk është që e kena që inteligjenca artificiale na ndihmon shumë, domethënë trajtimin e pacientëve me sëmundje kanceroze. Mirë, po te aspekti sa është arrit në trajtimin e vetë sëmundjeve kanceroze, te disa lloje të kancereve është arrit shumë. Disa kanë fillu më bë si sëmundje kronike, domethënë si diabeti, ku njeriu jeton gjatë me to. Për shembull, kanceri prostatës, që është në fazën e lokalizuar ose të avancuar lokalisht, mund me jetu njeri deri 20 vite dhe më shumë, për shkak se janë shumë linje trajtimi, domethënë shumë linje të ilaçeve, tu fillu qoftë prej operacionit ose prej rrezatimit e deri te terapia hormonale dhe kimioterapia. Po ashtu kanceri i gjirit në fazën e lokalizuar dhe të avancuar lokalisht ka trajtim shumë të mirë. Kanceri i lkurës tash që kanë ardhur ilaçet e terapia imunitare, domethënë këto 10-15 vitet e fundit, po edhe ato që quhen BRAF MEK-HAMMER, kur qeliza kanceroze i ka disa mutacione që quhen BRAF, në këtë rast është gjetë ilaç kundra këtyre mutacione, se qelizat kanceroze janë thojza të mëshme, e shmangin sistemin imun, bojnë me menu që na jena qeliza normale në trupin e njerit dhe nuk ka nevojë të më na sulmu ne. Eta është krejt, domethënë mjekësia bazohet mja bloku çto funksione qelizës kanceroze që me qenë ma e lehtë, domethënë për sistemin imunitar edhe për qelizat e sistemit imunitar me i vra, domethënë me shkatru këto qeliza kanceroze. Ka ardhur progres i madh te trajtimi i sëmundjeve kanceroze të tjera, domethënë mushkrive, trakti digestiv, domethënë prej ezofagut, luktit, deri te zora trash. Kështu që na jemi të kënaqur me progresin që është bërë. Janë, siç e dim, janë 3 lloje trajtimi, domethënë që bëhen kundra kancereve. Ajo është trajtimi kirurgjik që neve nuk na takon, i takon kirurgit, nëse s'është për trajtim kirurgjik, atëherë fillon edhe te trajtimi, domethënë me barna onkologjik, po edhe te rrezatimi, domethënë te trajtimi onkologjik me ilaçe, në këtë rast janë 5 grupe kryesore, edhe këtu secila varësisht prej cilit lloj të kancerit na fillojna me ato domethënë ilaçe, ndonjëherë me kombinim. Për shkak se, siç përmendet këtu në Norvegji, qelizat kanceroze kanë shumë kam, me një farë mënyrë, thojza me thonë kështu. E tash nëse ti ja shkatron një në kam, aja qëndron në kame të tjera. Kështu që na përdorim disa lloje të ilaçeve, në mënyrë që me shkatru qelizën kanceroze prej shumë mekanizma, Këto e praandalimit që cekë edhe fillim lokalizimi të tjerëve, janë këto të stadiumet e ndryshme që cekën i pari, dyti, treti, si duhet ne ta parashikojmë se jemi ndoshta të prekun, duhet të befasohemi nga një dukurie të tillë kur të paraqitet në trup, apo ta porosisim një orë të mjeku me njerë, pa u shqetësu fare, apo edhe nuk di si ndryshe ta shpjegoj, se për shkak neve shumicën e rasteve, kur ndonjë raste me vdekje, edhe thuhet vdiq prej kancerit. Edhe ne shohim atë njeri shumë vital, shumë i aftë, ka qenë për shembull edhe menaxher kompanije, edhe ndoshta një trener personal në për këto shtëpitet sport, mund të themi këto palestra sportive, por jashtë që i kanë shkojnë të njerëz të ne dëgjojmë që prej kancerit. Nuk arrisin do t'i zbulojnë, apo nuk ka ndoshta edhe këshillë mirë mjekësore që këta persona, ose ne, gjenerata ime alushit që jemi mbi 50 tani, që t'i bëjmë këto kontrollet, dhe shka duhet në realitet ta preferon mjeku, se unë mund shkoj te mjeku, unë mund di gjithçka tjetër edhe për radio, dhe të bëj intervistë me juve, po u shkoj te mjeku, i thom, nuk veni vetën mirë, jam pak i lodhën, e thot, merr ushtro pak, hap buk ma mirë, baj gjumë pak ma mirë, dhe jetë në rregull ashtu. Është edhe kjo një përgjigje me ta hek një merak, që me thonë që mos mu meni vetën shumë keq. Sepse ta lecoj doktori me një fjalë, shkove te mjeku am, ti dha 3 elemente kryesore të mos se si me te kalu këtë krizë, që mendon që ki diçka, apo shenjat, cilat mund t'jenë para, që ne duhet patjetër të mormi masat, shkojmë një shkallë më lart, edhe pastaj në konsultime si për çka na ofron vetë mjekësia e sotshme apo mjeku am.
pyetje shumë e gjanë, në realitet për me mu përgjigj këtë pyetje. Ani, po një atë siguri mjek që e bojnë përgjigje. Ama këto është pyetje shumë e gjanë se e përfshin si cilin tumor me specifikat e veta. Për shembull, nëse fillojmë prej tumorit lëkurës, nëse shenin ndryshim lëkurë, për shembull të melanoma malinje, edhe sheh që po rritet në nishani nevus, ti e merr një vizore shumë e thjeshtë e mate, sheh që po rritet ato kantet, ato do më thonë të nishanin nevusit, ma nuk janë të njëjta, po kanë fillu me infiltru për rreth, edhe ma nuk mundesh me vizatu drejt, është rrit ma shumë se 0.6 mm për shembull, edhe ndryshimet fillon krujtje, gjakosja, diçka, në këtë rast kjo është me kontaktu me mjekun familjar, për me hjek, se mjeku familjar, edhe në kur im kanë në pjesën e parë specializimit, në distrikt, kum hjek shumë kësi loja dhe e dërgën biopsi e shenë nësë është një tumor malinje, ajo që quhet melanom malinje. Nëse vine të kanceri i gjirit, për shembull të gratë, këto janë, është mirë vetë që gratë, sidomos mas moshës, po edhe ma herët, po sidomos mas moshës 35-40 vjeçare, me kontrolu vetë nëse e shohin ai gjandër që është rrit, qoftë vetë në gji, apo edhe në aksile, dhe më thonë këtu, apo nëse ka ndaj ndryshim lëkur, nëse ka ndaj sekret me gjakosje që në këtë rast do të me marrë, dhe më thonë, kontakt me mjekun. Po ato mas moshës 55 vjeçare kanë në screening që e bojnë, dhe më thonë, mamografin që e bojnë çdo 2 vjet, për me këshyrë nëse ka, dhe më thonë, diçka. Nëse vim të kanceret e traktit digestiv, do më thonë traktit tretjes, të rrugëve tretjes, atëherë të fillu prej ezofagut apo luktit, nëse njeri ka vështirësi me përbi ushqimin, edhe nuk ka ndaj faktor depresionit që qëndron mas, apo ka ndaj vjellje me gjakosje, apo ka humbje peshe, do më thonë në këtë rast, ja preferoj që me kontaktu me mjekun familjar edhe mi bad analizat, pastaj pas analizave dhe me bën një gastroskopi për shembull. Nëse vim te trakti i urinar për shembull, po mundona me thjeshtësu edhe me se pyetje shumë e gjanë, atëherë do të me këshyrë nëse ka ndaj vështirësi në urinë për shembull, nëse ka gjakosje, do të thonë urina me gjak, edhe kjo persiston, do më thonë, për disa javë. Po, se zakonisht fillon me një infekcion, po të personat që dyshohet për kancer të prostatës, ata zakonisht janë pak më të vjetër, do më thonë, deri në moshën 40 vjeçare, nuk besoj që ka vend për më shqetësu 45 vjet. Po kur fillon prej moshës 50-60 vjeçare, atëherë edhe kjo zgjat për disa ditë ose javë, atëherë është mirë me bën një kontakt me mjekun familjar. Pse disa mjek familjar të pyetja jote i neglizhojnë këto, është për shkak se prej ndoshta 1000 raste me simptomat njëjta, një mundet me qëllu që ato simptoma janë për shkak të një tumori ose kanceri. Për shembull të 90 prej 100 femrave që e zbulojnë një gjandër që është rrit në gjirin e tyne, 90 prej tyne kanë një fibroadenom, tumor benign apo mashkull që i thonë gjuhën popullore që nuk është, do me thonë, shqetësues apo nuk ka nevojë më shqetësu për të. Por ata dhe mjekët familjarë janë mësu gjatë gjithë kohës me rastet të cilat janë për arsye ndryshme jashta kancerit, edhe mund me ndodhë që fillimisht e neglizhojnë, por kur e shohin që simptomat po persistojnë, do të thonë po zgjasin, atëherë marrin më seriozisht, qoftë edhe me një CT, do të thonë me bë varësisht ku është problemi, është në bark apo është në mushkëri, apo te kanceri mushkërime me vështirësi frymare kështu me. Për kancerëve tani mbetet pak ma enig, mund të me pak i paprekur në atë aspektit mjekësor që me një fjalë në gjuhën shqipe i lash nuk i gjinet. I përmena disa lloje të kancerit për shembull që është bë dhe revolucion për shembull, mirë po te kanceri që është bë mas pakti është kanceri pankreasit. Do më thonë, edhe nëse është i lokalizuar kanceri do më thonë tumorin pankreas, nuk është i shpërndam ose i shpërhapën, edhe operohet ky pacient, veç 20% e këtyre pacientëve jetojnë 5 vjet ose më shumë, ose shërohen plotësisht. Për shkak se është shumë agresiv edhe recidivon, do më thonë ktheje tapet, do më edhe mas një operacioni, ose edhe metastazat janë të hershme, pavarësisht që nashta në CT nuk ishte metastazat, po ka ndaj qelizë kanceroze që normalisht ato nuk shihen qelizat pa u bë shumë në CT, mirë po ka nashta ndaj një që ka metastazuar dhe fillimisht nuk e shën CT, po mas disa muajve
vjen pacienti me Çfarë vjen kjo? dëshpërhapje, domethënë prej tumorit primar. Po. Pastaj glioblastoma e trunit që është bë pak për to, neurokarcinomat endokrine, dhe këto janë shumë agresive. Këto janë disa prej atyne që janë bë pak, mirë po është të bë revolucion shumë i madh në trajtimin e kancerit me metoda ndryshme, qoftë prej terapisë imunitare që po zhvillon ilaçe ndryshme, qoftë edhe prej atyne që quhen protein kinase Hammer, qoftë edhe prej ilaçeve ndryshme, domethënë asaj që është target terapi, domethënë me përmes atyne receptorëve që i formon ajo qeliza kanceroze, domethënë aty në signaleve me nalt shumimin e tyne. To janë ilaçe që gjatë gjithë kohës po vinë ilaçe të reja, e problemi tyne është çmimi. Janë ilaçe shumë të shtrejta që edhe në Norvegji, si një vend i pasëm, i shkaktojnë probleme dhe kokëdhimbje në aspektin e pagesës. Ju doktor trajnoheni shumë në spital nëpër edhe kurse, seminaret ndryshme, po ashtu edhe në reportet ku jeni atje. Po në atë aspektin e përgjithshëm të ashtu në Norvegji, ka numër të madh dhe sa mund të kemi raste në përqindje të diagnostikuar me prej kancerit? Po, në Norvegji jetojnë dikon 5 milion e gjys banor, diagnostikohen me kancer rreth 38.000 vet. Mirë po, shumica absolute tyne diagnostikohen ama diagnostikohen në fazën e hershme, domethënë edhe jetojnë, mbijetojnë, domethënë, edhe kjo është mirë është që ata norvegjest janë zot me marrë kontakt me mjekun, domethënë, sidomos mjekun familjar, nëse shohin një ndryshim që nuk shkon me trupin. Zot, edhe kjo puna e kësaj zotnisë ne kemi edhe te ne në vendinje shumicën e rasteve ankohen këto që dalin jashtë, thojnë atje na dërgojnë për skrinim, na dërgojnë SMS-e, na bojnë gjitha. Unë për jetën time kur jetë s'ka marrë një mesazh për mjekun tim. Unë e di që çdo secili që është prekur për kancer nuk do të thotë që do të jeton jetën e tij në spital. Po do të kthehet në shtëpi, do ta bën punën normale sikur që ka bë. Kur i vijnë ato kohët e terapive do të shfaqet para reporteve aty ku do t'i bojnë ato, për shembull, puna e kemioterapis. Po, në poliklinika, zakonisht klinika ambulantore. Po, realisht Norvegjia ka personel shëndetësor, po ka dhe spitale që e trajtojnë edhe nuk e lanë nëse ka dyshim për kancer, nuk e lejojnë me shku kjo punë ga deri te diagnostikimi. Po, nuk ka nevojë jashtë me dalë sepse ilaçet e fundit gjenden edhe në Norvegji zakonisht vinë. Nëse një ilaç është rekomanduar sa është bë, domethënë është miratuar në Amerikë, zakonisht mas 1 apo 2 vite vjen edhe në Norvegji. Po këto Norvegjia ka investuar shumë që me reduktu listën e pritjes, domethënë të pacientave nëpër poliklinika apo klinika ambulantore. Po më e mira që ka bërë është ajo që quhet pakje follow-up, domethënë në Norvegji, edhe nëse ka dyshim për një kancer, janë varësisht për cilin lloj kanceri, në cilin organ, janë ato datat e caktuara për sa kohë ka marrë deri te diagnostikimi, dhe për sa kohë ka me fillu trajtimi. Domethënë zakonisht nëse ka dyshim për kancer, për një tip apo një lloj të kancerit, zakonisht brenda 10 ditë apo 12 ditë do të marrë deri te diagnostikimi. Edhe brenda 2-3 javë apo maksimum një muaj nëse kanceri nuk është dyshim për një lloj kanceri që është agresiv, atëherë brenda muajit do të më fillu edhe trajtimi. Qoftë trajtimi kirurgjik, qoftë trajtimi me medikamente para kirurgjisë apo operacionit, e pastaj që me zvogëlu tumorin, pastaj më ardh edhe deri te operacioni, mas operacionit vlerësohet a ka nevojë me fillu apet me trajtim me kimioterapi apo ilaçe tjera, hormonterapi apo ngjashme, që mu siguru që s'ka mbet asnjë qelizë kanceroze në trupin e njerit. Po shumë mirë kjo, na që po mësojmë edhe që po dëgjojmë këto sene, bukur edhe tutshme janë, se kur përmendën këto kemi li raste edhe janë pak të frikshme. Për me pas këtë friksimin, atëherë paraldalimi, mbikëqyrja dhe shko vetë boni një kontroll, si makina që ja bon kontrollin, boni edhe vetës. Mirë tha ma herët që këto tema janë shumë gjona.
do me thonë, për që ato njerëz studion ja 6, 7, 10 vjeta për mi mësu këtu. Në të ato ta njetën do të më të mirën me hullumtu. Ose zanat, kaj tjetër. Sidomos në ato njetën, se gjatë gjithë kohës vini ilaçe të reja. Unë e përmena veç ato që quhen protein kinase inhibitor, deri tash kanë ardhur 80 lloje ndryshme, që është një xhungull për mi kombinu me kimioterapinë e mëhershme që ka ekzistuar edhe me ilaçe tjera ndryshme të grupe tjera që vinë, po janë personeli shëndetësor, helsi direktorati, drejtoria e shëndetësisë që ka grupin punues që merret me linjat e trajtimit, për shembull linja e parë është më e preferuar që kjo linja e dytë nëse dështon linja e parë, linja e tretë nëse dështon linja e dytë, e kështu me radhë, kështu që na kem më të lehtë, sepse nuk mirëmi na secilën ilaç kena me zgjedh, mirë pa ja vjen e gatshme prej linja trajtimit helsi direktoratit. Ajo çka ti duhesh me zgjedh është mi këshyr pacientin. Nëse pacienti është i lodhën edhe është në moshë, atë linja e parë është linjë më agresive, më e rëndë për pacientin, duhesh me zgjedh linjën e dytë nashta. Do të thonë që ky është vlerësimi. Po në këtë rast, Norvegjasë të këshyrin edhe çmimi pak, sidomos te pacientat që nuk pritet shumë gat me jetu, pavarësisht trajtimit, nuk është që, do të thonë gjithsesi duhet njëri me fillu veç trajtimin, nuk është ndaj farë përfitimi i madh, për shembull pacienti nashta me këtë linjë trajtimi jeton 1 muaj apo 2 muaj më shumë, do të më këshyr edhe aspektin e kualitetit të jetës, që e përmeni edhe me tushi, nashta nuk është edhe mirë pacienti me përdor shumë kohën e tij në spital, për shkak me komplikimet që vijnë prej vetë terapisë kundra kancerit. Edhe kjo është ajo që tema është shumë e gjonë, po masi Enverin tash e kemi në Norvegji këtu, dhe do të kemi shumë emisione ndryshme me bisedu disa ndoshta pak ma fell dhe ma detalje për disa lloje që ma të avansune ose ma të shpeshta. Ne të falenderojmë shumë që ke gjetë sot kohën e lirë edhe me 1 maj, megjithëse ke ardhur prej seminarit, dhe të falenderojmë shumë që erdhe edhe na spjegove këto senet të mira që na mi ditë edhe me kohën të kujdesshëm. Thjesht për shëndetin ton, me siguri se do të shihemi edhe herave tjera, do të kemi edhe emisione tjera në lidhje me shëndetësinë, sidomos me onkologjinë. Ne të falenderojmë shumë, të urojmë suksese. Faleminderit edhe nga ana ime, edhe unë kisha përfundalusht ta pyesja doktorin, t'ja dërgoj një mesazh gjithë atyre pacientëve që janë prekur me sëmundje të rënda, t'ja vlerësoj bile sidomos gjatë kësaj dite të 1 majit. Nëse është fjala për pacientat që janë në Kosovë, pacientat tonë shqiptar. Po, Di se me shqiptare me shqipfolës. Po tash nëse janë në Kosovë, edhe është një lloj kancerit që mjeku në Kosovë e supozon që ka shërim, mirë po nuk ka trajtim sa duhet në Kosovë për shkak që terapia kushton edhe shteti nuk ka mundësi me mbulu, ja preferoj që me dal jashtë me kërku shërimin. Ja kam preferuar edhe shumëve se shumë më shkruajnë, domethënë për mi orientu, nuk më mjeku prej kajit pacientat atje, mirë po më orientu se çka më bë, ku mund me gjetë mjekimin më së miri. Një pjesë të tyre kanë udhëtojnë shumë për Francë dhe Franca fatmirësisht i ka hap dyert për azilanta dhe pe merr trajtimin e tyre. Nashta pak me vonesë për shkak procedura, mirë po trajtohen, domethënë. Nëse është kjo ishte për pacientat që janë në Kosovë, mos ta humbin shpresën, sidomos nëse është një lloj kanceri që ka shërim për ta, po që onkologi në Kosovë vlerëson që ky lloj kanceri shërohet, mirë po jo në Kosovë, shërohet dikun jashtë. Apo ky lloj kanceri domethënë do të mu trajtu me një operacion kirurgjik që nuk bëhet në Kosovë, po bëhet dikun jashtë. Atëherë mos ta humbin shpresën. Pastaj kanceri është një smundje, një sprov, domethënë një sprov shumë e rëndë edhe për pacientin vet, po edhe për familjarët, kështu që mos ta humbin shpresën, le të mbështeten domethënë te Zoti, le të kanë shpresat më shumë te Zoti, edhe mos është e pamundshme mos me menu për smundjen me të cilën njeriu sprovohet, mirë po le të mundohen me jetu normalisht, jo me stres, jo me ankth, jo me depresion, pse mu ndodhi kjo, kështu me radhë. Ndërsa për pacientat që janë në Norvegji e që janë shqiptar, ja preferoj që me kontaktu me mjek nëse zbulojnë që diçka nuk është në rregull me trupin e tyre. Ndërsa matutje fillon këtu trajtimi edhe ata vetë i marrin këshillat prej neve në mënyrë direkte, domethënë se si me vepru, domethënë, edhe është edhe seksioni për lehtësimin e simptomave, zakonisht edhe na
kena kontakt ngushtë me ta dhe kena punu edhe në atë seksion një kohë, ku jepen edhe këshilla shumë të mira me ata që më pyete se çka i këshillon. Po më e mira është preventiva. Mjekësia është preventiva jo vetëm për kancer, por edhe për shumë sëmundje tjera është më e mira preventiva që mos marrë deri këtu. Po nëse vjen atëherë mos me lanë me zgjat kjo punë shumë. Shumë faleminderit për të këshilla që i patëm sonte për jush edhe dëgjues të shikues që i kemi pas deri tani në program. Faleminderit e mirupafshim programe tjera e me risi të reja. Shumë faleminderit edhe për ju. Në çdo hap, në çdo frymarrje, Radio Rilindja është gjithmonë pranë jush, me melodi të përqafojnë shpirtin dhe tinguj që prekin zemrën. Ne sjellim emocion dhe bashkim, emëri vetëm qëndrese përbashk. Radio Rilindja, zemra që ra për çdo shqiptar.